Po ju kthejmë në një kohë kur guzimi për t'i dalë ball një makinerie si Serbia ishte më shumë se trimëri. Ishte sakrificë e pastër. Një kohë ku shpresa mbaje gjallë vetëm nga njerëz që nuk u tërhoqën kurrë. Për Zahir Pajazitin dhe shokët e tij, kjo nuk ishte zgjedhje. Ishte ideal. Ishte besim. Ishte rrugë pa kthim deri në vdekje. Ishte koha kur as uniforma, as emblema UÇK-s nuk ekzistonin si simbol, por ekzistonte besimi. Besim se një ditë, edhe nëse ata nuk do ta shihnin, liria do të vente. Në përvjetorin e rënies së Zahir Pajazitit, Akif Zejnullaut dhe Edmond Hoxhës ju sjellim një rrëfim që shkon përtej betejës. Një histori për njerëzit që luftuan dhe për ata që i strehuan, i mbajtën gjallë, i mbrojtën në heshtje. Dy baza, dy familje. Shtëpi që u bën streh lirie. Nga plaku i thjesht dhe tremi Shishmanit, bashk me zonjën e tij, e deri tek kulla e lubishtës së Hasit, aty ku fjala frikë nuk kishte vend. Ne, ku shkojmë stash? Së dim të shkuet te plaku i Shishmonit, si që kanë thirrë burrat e mëdhej si Zahir Pajaziti, Ilir Konushevci, Akif Zejnullavi. Pra në shtëpinë, cilën ushtria shqiptare e Kosovës e ka pas derën hapën si për strehim, si për furnizim të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Po këtu s'kan kalu veç këta tre njerëz, ki kalu edhe ti besoj. Po kam kalu edhe unë këtu me Ilir Konushevcin, pikërisht me non shkurt, në 9 ditë mas që është vrarë Zahiri, Akifi dhe Edmond Hoxha. Unë e Ilir Konushevci, Shajb Paziri, u dasht me lëshua Kosovën për shkak që na u dekonspiruam. Edhe plaku me familjen na ka prit atë ditë me non shkurtit, pra ditë Bajrami, zoja e shtëpisë është munue me gjithë shpirtin, me konë me neve, edhe u mënue më na e lecu atë dhimt që edhe ata e kanë përjetuar shumë rënë humbjen e Zahirit e të Akifit. Dera e plakut Shishmonit në raport me ushtrinë shqiptare të Kosovës ka qenë dera e parë në këtë rajon. Edhe plaki, edhe plaka, po na presin. Po, o plak! Po të ras qysh kanë thirrë ata burrat e mëdhej. Në gjatë jetë atë është e mirë si jetë. Lëzim, si je? E je mirë? Po, mirë. Mirë se ju gjetën. Që e ka dole. Zoj, si je? A je një mirë? Qysh jene? Mirë, s'nash jemi, po. Atëherë si kom plak. Së kom kur? Emnin ma kanë zit plak puna me Janesin tonë me ka dzue pseudonimin me nësheja, jo se ka dzue kërkush emnin, atë më thanë për zë dhe ty plak për talon. Me plak. Kjo shtëpi ka qenë në konak? Konak, dherën cili kanë pas, sa herë kanë dorë si e nërtë. Ka 2 herë një javë, 3 herë si në shku e nërtë. Herë 10, herë 3, herë 5, herë 18. A hi më rënën? Po, hajde po shkojnë atë. Që gjemë këta djemë këtu që i kena mra, pa kanë kalu në për dur
tua. E vërtetë. A e ki menu në herë që këta djemë mujnë me u rëndit? Apo këta e kanë ditë që Ku ka fillu e se janë hinë rrugë? Qitë rrugë, se cilë e ka ditë si nuk mundët edhe mes me pështu ishë. Mu vëra. Që tu 3 prita e në konë që tu. Ka pas edhe në kufi atje. A konë te për rëzik. Qitë rrugë si kënë dalë na, 14 janë vëra. E kanë pas shtirë fërë. Kanë vujtë. Ngarkesë e madhe, për pjetë, të poshtë edhe mazi, se shkojshin gishtat, kamoja kundrave, i vrajke gishtat, 2 ditë doke me pushuve, sa ju në rësën gishtat. Tyli fara armati, mina helsat, tyli fara rëzik, murëzue, gurë, ta na nuk unë këto shtire. Qysh vendose me qelë shpinë tonde edhe sa ke rrezik? Me 95-ën, o njoftu djali me Zahirin. O konë në fakultet, Astriti. Mësu shpinë kohë, qyrë shekaj. Je nërë me Astritin që do të dera, kanë pruni automatik, 3-4 bume, fëshek, për me këshirë, kush, amas, që si shpiune, që si, mësë për me likvidua. Atër, Astriti gjujti stanicën e milicisë të në puna shetës, me Emin Hoxhin, me Gazmeni Merin, edhe një të dojakës. I kem përite, i kem përcjellë. Kush ka kalu në këtë shpitë? Pe fillimit, si jem shkue me traktor, dhe në gjysë rrugës. Pa drita, ves me traktor ka dalë këta. Bile tha Zahiri, tha të kongat për këto. Shka kem vujtë atje, pa shtriku. Shka kem vujtë tha 2 ditë, 1 ditë, 2, 3, te i si jem shkue. E këtu i do kalaj si shku me traktor dhe në gjysë rrugë, se po e kanë pas shtirë vëllaj. Une ja kom gjithë terenin ku ma keqe ma. Një farmonja aty si e disha si strujnë ushtëria. E duke me prit të tela në terë. Atër mu nisë në për terë, më ardhë këtënena. Ka shkojshin pe i këtunhit, delshin e lujshin me të katuni që do. Të tela në tetën në. Këta u duke mu nisë me shkue atje me kohë, e në kanë pengu edhe këta fort. Rëziku konë, ka dosht Allah e në ka pështuve. Se jem konë hakikat me lojtë zemrës. I kem përitë. Sa herë ka kalu Zahirin këtë shpi edhe qëfar njeri ka qenë? A njeri, vesh më konë me pas zemrë tigrit atë, ku me ditë si të kujnë e konë. As ka ditë me thonë, po tutëm, po frigohem si po bim në prit, apo frigohem kufina të pe ushtris, a pe policis, aja konë. Ku nja ka në synin aj, su ku me ardhë Gjebrejli, si thojnë, ajo shkuve. Djallë bet, mashallah i ko. Djallë e mirë, trim. I qetë edhe nuk folke shumë, shka folke ishin përfundu më ato. Avnem, pjoki ka qenë për juve gjithë shkabës. Këta e kanë ditë edhe rolin e këtinaj konokut këtu, sepse ka qenë arterja kryesore në atë periudhë për ushtrinë shtimtore të Kosovës. Këtu kanë kalue, jenë strehue figurat më të ndritshme të ushtrinë shtimtore të Kosovës, si Ilir Kunushevci, Luan Haradinaj, Recep Selimi, Hakif Zejnullahi, e tjerë bashkëluftarët tonë. Prandaj unë edhe publikisht ju falenderuana edhe do t'jem mirënjës sot t'jem gjatë.